Me përfundimin e afateve ligjore tashmë ka nisur zyrtarisht betejë për zgjedhjet e pjesshme të nëntorit. Gara për këto lokale të 5 bashkive do të jetë me zëvendës kryetarësh, ish deputetësh e kandidatë të profileve të ndryshme, të cilët më herët nuk kanë qenë pjesë e politikës. Pas dorëheqjes së Armald Dredës, qytetarët e Bashkisë së Vlorës do të jenë mes dy zgjedhjeve. Brunilda Mersini këtë të hënë la mandatin e deputetes për të futur në garë e kandiduar nga Partia Socialiste. Nga ana tjetër, rivali i saj do të jetë kandidati i pavarur Dionis Sota, i cili ka mbështetjen e opozitës dhe vjen nga sipërmarrja turistike. Bashkia e Beratit gjithashtu do të ketë 2 kandidat. Në radhët e socialistëve është nënkryetari aktual Ervin Ceca, i cili do të garojë përballë biznesmenit Pavlo Sharka, i cili garon si i pavarur dhe mbështetet nga opozita. Në Tepelen, majoranca i ka besuar ish komandantit të Gardës së Republikës Garamos Sakos, ndërsa mbështetjen e opozitës e ka Gabriel Guma. Ndryshe nga Vlora, Berati dhe Tepelena, Mati dhe Cerriku do të kenë 3 kandidat. Florenc Doka i PS, aktualisht kryetari komanduar i Cerrikut, garon përballë 2 emrave nga opozita. Mjeku Amarildo Hoxha garon i pavarur dhe mbështetet nga PD, ndërsa Eligert Hima, i kthyer nga Italia, garon në logon e Shqipëria bëhet. Në Mat, demokratët mbështesin si kandidat të pavarur avokatin Eduard Brahilika, ndërsa socialistët në këtë bashki janë të ndarë. Kandidati zyrtar i tyre është Altin Bojni, i cili drejton aktualisht bashkinë, ndërsa Suzana Pasha, që drejton forumin e grua socialiste në Mat, kandidon si e pavarur.